إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله falënderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahut që të na ruaj nga të këqijat e vetvetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona, kë e udhëzon Allahu në rrugën e drejtë. Nuk ka kush që ta humb, dhe kë e humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzoj dhe drejtoj përpos me lejen e Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij sallallahu alaihi wasallam. O ju musliman, o ju muslimane, kia një frikën e Allahut me një frikë të denjë, ashtu siç I takon madhështisë së Tij, dhe dijeni mirë se nga gjërat më të rrezikshme që ka kapluar njerëzimin, nga smundjet më të dhimbshme që ka kapluar njerëzimin, është edhe shkujdesja nga Allahu. Nuk ka rrezik më të madh për robin se sa shkujdeset nga Allahu, nga zotëria I vet, nga krijuesi I vet. Allahu I madhuar thot: "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." I është afruar njerëzve koha për të dhënë llogari, mirë po ata janë të shkujdesur dhe janë të larguar dhe ja kanë kthyer shpinën të vërtetës. Po pasha Allahun, njerëzit ja kanë kthyer shpinën Allahut te bareke ve teala, I cili është el-haq, I vërteti. Si mund shkujdeset robi nga Allahu I madhëruar, kur Allahu është krijuesi I qiellit dhe I tokës, Allahu është begatuesi, Allahu është furnizuesi, Allahu është mbreti I gjithësisë. Erdhi një rabin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I tha: "O Muhammed, ja Abul Qasim, o baba I Kasimit." Pra një prej pseudonimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe Abul Qasim, sepse kishte një prej djemve që quhej Qasim. Dhe I tha: "O Muhammed, ne kemi të shkruar në Teurat se Allahu në ditën e Kiametit I mban qiejt në një gisht, tokat në një gisht, malet dhe pemët në një gisht, ujin dhe dheun në një gisht dhe krijesat e tjera në një gisht." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi dëgjoi këtë rabinin duke I thënë se Allahu pastaj shkund ato dhe thot: "Enel Malik, enel Malik, unë jam mbreti, unë jam mbreti." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qeshi ai sa ju dukën dhëmballët si pohim ndaj kësaj fjale të këtij rabini. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam citoi fjalën e Allahut ku thot: "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Nuk e vlerësuan Allahu siç duhet njerëzit. Nuk e vlerësuan madhështinë e Allahut siç duhet njerëzit. Ndërkohë që e gjithë toka do t'jetë në grushtin e Tij në ditën e Kiametit, ndërsa qiejt do t'jenë të palosura në të djathtën e Tij. I pastër dhe I lartë është Allahu nga çdo adhurim që ja shoqërojnë njerëzit atij. Pra Allahu është I lartë dhe I pastër nga adhurimet e njerëzve që ja dedikojnë dikujt tjetër vend Allahut subhanahu wa taala. O vëllezërit e mi, si mund shkujdesemi nga Allahu te bareke ve taala kur ai na dha familjen, ai na dha fëmijët, ai na dha gratë, ai na dha pasurinë, ai na dha çdo gjë.
Mirësitë e Allahut janë pa numër, të Allahu më dhuar thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kaffar." La ilaha illallah. Nëse ju përpiqeni ti numëroni mirësitë e Allahut, nuk keni për t'i arritur. Nuk keni për t'i arritur ti numëroni to mirësi që ka thënë Allahu se janë shumëta. Megjithse me të vërtet njeriu është zullumshar, është i padrejt dhe është mosmirënjohës ndaj Allahut te bareke ve teala. Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e njihte Allahun më mirë se çdo krijesë tjetër, tha: Allahu nuk fle dhe nuk i takon madhështisë së tij të flej. Për Zotin e Madh, Allahu nuk fle. Prandaj, si shkujdesen nga ai. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu nuk ka të adhuruar me të drejtë përpost tij. El-hayyul qayyum, i gjalli dhe i përjetshmi, i cili mban çdo gjë. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Atë nuk e kaplon as dremitja dhe as gjumi. Si mund bësh gjunah për Allahun, subhanallah. Si mund bësh gjunah të vetmosh në shtëpinë tënde apo kudo, ti bësh gjunah Allahut, të largohesh nga Allahu, të shkujdesesh nga Allahu, sikurse Allahu nuk po të sheh. E bëra Allahun më të pavlerin, ruhesh nga shikimet e njerëzve dhe nga Allahu jo, i cili mbikëqyr çdo gjë. Allahu nuru semawati wal ard. Allahu është drita e qiellit dhe e tokës. Allahu nurun ala nur, është dritë mbi dritë. Yahdi Allahu li nurihi man yasha. Allahu tek nuri i tij, tek drita e tij udhzon këdoj. Subhanallah. Këto ajete madhështore duhet na nxisin neve ti kthehemi Allahut dhe mos kujdesemi për tij. Allah la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. Allahun nuk e kapin shikimet e njerëzve, nuk arrin dot ta kapin Allahun me shikimet e tyre, por Allahu i kap të gjitha shikimet. Allahu i arrin të kap të gjitha shikimet. Ai është i buti dhe i mirënjohuri dhe i gjithdituri. Allah nuk ndodh që një krijesë ti lutet Allahut me këtë emër vetëm sa Allahu do t'ja pranojë lutjen. Allah nuk ndodh që një smur ti kërkoj Allahut shërim vetëm sa do ta shëroj. Allah nuk ndodh që një njeri që është bërë pa drejtësi ti thot Allahut: "O Allah, hakmeru për mua vetëm sa do hakmeret Allahu te bareke ve teala." Allah me këtë emër mëshirojnë gjitha krijesat. Allah, emër i bukur për atë që e posedon. E ai është Allahu i lartë. O vëllezërit e mi, si mund shkujdesemi nga Allahu kur Allahu na urdhroi dhe na than Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin." Nuk i kam krijuar gjindet dhe njerëzit për asgjë tjetër, vetëm se të më adhurojnë mua. Allahu të ka krijuar për adhurimin e vet. Punët që ti bën, angazhimet që ti ke, pasurinë që ke, mbaje dhe ushqeu me to dhe mbaj familjen, s'ka problem. Sa Allahu thot: "Wala tansa nasibaka min ad-dunya." Mos haro pjesën tënde të dynjas, pa jetoje dynjan. Asnjë s'po thot kthe. Po sot nuk kam ardhur këtu t'ju jap leksione për dynjan, por ju jap leksione për Allahun. Prandaj dijeni cakun se për çaj u ka krijuar Allahu i madhëruar. Se Allah e thot më mbrapa: "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Unë nuk dëshiroj për njerëzve as furnizim dhe as ushqim, se Allah s'ka nevojë. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Sepse Allah është furnizuesi i fuqishmi, i plot pushtetshmi. Prandaj o vëllezërit e mi, nuk du ta zgjas më shumë. Kjo ligjërat në shërbej neve që t'i kthehemi Allahut. Bollë më në gjumin letargjik që jemi zhytur gjithë si njerëz. Thot Ibn Qayyim, Allah më shiroft, të gjithë njerëzve i kap gafleti shkujdeset, të gjithë pa përjashtim. Mi po disa i kap gafleti dhe zgjohen vetëm se me vdekjen e tyre, ndërsa disa të tjerë, siç janë muslimanët,
Heri ka brafleti, herë zgjohen. Po ne o vëllezër të jemi ke kjo pjesë pra që zgjohemi shpesh. Dhe të mos na kap gjumi sepse wallahi po na zuri gjumi. Dhe po u shkujtesëm nga Allahu te bareke o teala, nuk ka më shpëtim. Nuk ka më kërkim falje tek Allahu, po të zuri vdekja në këtë gjendje. Ktheu tek Allahu vëlla im. Ktheu ti o musliman ke Allahu. Ktheu muslimanet tek Allahu. Pak ditë janë dynja dhe pastaj gjithë do shkojnë ke Allahu. Prandaj le të shërbej kjo hutbe, ky ligjërim si përkujtim, ta vendosim fjalën e Allahut, jo fjalën time. Fjalën e Allahut, këto ajete që citova, hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që citova, ta vendosim bath në vesh dhe ta kemi gjithmonë pas syve. Hey, çfarë po bëj unë? Gjithë to punë që po i bëj shumë mirë, po për çfarë, kush është qëllimi në fund? Atë pasuri që e kam me miliona apo me miliarda, për çfarë e kam? Një pjesë për vete, për familjen, për të bërë qefet e dynjas halal, pastaj tjetrën ku? Ta mendoj njeriu dhe thot, po, pjesën tjetër për Allahun e madhëruar, sadaka, shërbej për fenë Allahut te bareke ve teala. Elus Allahun e madhëruar që të na vetëdijsoj, elus Allahun e madhëruar që në rrugën e drejtë na udhëzoj, elus Allahun e madhëruar të më fal mua dhe juve, se ai është falës i madh. Aqulu ma tastami'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.